Çelësat e një martese të suksesshme. Shumica e muslimanëve nuk i din të drejtat e burrit apo të drejtat e gruas. Allahu na ka urdhëruar që ta adhurojmë atë dhe ta pasojmë Muhamedin alayhis salam. Njeriu më të dashur që Allahu na ka urdhëruar që ta pasojmë është Muhamedi alayhis salam. Shumica mendojnë se pasimi i Muhamedit alayhis salam përfundon me lutjet dhe kryerjen e haxhit, por nuk është e mjaftueshme. Allahu ka thënë se Muhamedi është shembull në të gjitha, në vuajtje, në mënyrën e sjelljes me bashkëshorten, me fëmijët, me jo besimtarët, me të nevojshmit dhe në marrëdhënie me Allahun. Kështu që nëse e duam Allahun, e pasojmë pejgamberin që është i dërguar për të gjithë njerëzimin, të na udhëzojë nga errësira në dritë me dëshirën e Allahut. Rëndësia e martesës në shoqëri. Shumë vëllezër dhe motra muslimane nuk e kuptojnë rrezikun nga ndarja e partnerit dhe në një mënyrë shumë të thjeshtë kërkojnë shkurorzim, duke mos e ditur se mund të jetë shumë fatal, posaçërisht në shoqërinë ku shumë vështirë mund të kontrollojnë fëmijët, ku prindrit nuk janë në dieni për veprat e tyre. Allahu ka thënë: "Dhe në mesin e shenjave të Allahut, Allahu ka krijuar nga ju palën që të gjeni prehje dhe qetësi në mes jush." Surja Rum 21. Kjo është lidhja që duhet të jetë në mes gruas dhe burrit. Islami na inkurajon që të martohemi. Muhamedi alayhis salam ka thënë: "O rini, kush është i aftë të martohet, martohuni." Aftësitë që janë kërkuar që t'i posedoj njëri për martesë janë ato fizike dhe ekonomike. Martesa ju largon nga haramet në mënyrë fizike dhe psikologjike. Dhe nëse nuk jeni të aftë, atëherë agjëroni, sepse agjërimi është mburoj nga haramet. Kështu që Muhamedi alayhis salam ju inkurajon që të martoheni. Gjithashtu ka thënë se gruaja martohet për 4 gjëra: për familje, për pasuri. Disa martohen për bukurinë, është e bukur, por fatkeqësisht nuk ka njohuri për Islamin dhe Muhamedi alayhis salam ka thënë se disa martohen për dinë, fe. Atëherë mbi të gjitha, martohu me atë që ka fen, se përndryshe do t'jesh humbës. E kur të ketë fen, nuk është asgjë kundër, nëse i ka edhe të tjerat, karakteristika që Muhamedi alayhis salam i ka përmendur. Vëllezër e motra, asnjëri nga ne nuk është i plot pa partnerin e tij, ndaj edhe Allahu na ka krijuar. Ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Allahu ka thënë: "Ju jeni veshje për to dhe ato janë veshje për ju. Ato janë mbulesa juaj dhe ju jeni mbulesa për to." Muhamedi alayhis salam na ka urdhëruar që të martohemi dhe ka thënë se do të jem krenar me ju në ditën e gjykimit. Allahu nga mëshira e tij mbi njerëzimin na ka dhuruar partnerin. Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Gruaja është partneri i burrit dhe kanë të drejta aq sa ju." Këshilla për prindrit në Islam. Muhamedi alayhis salam ka paralajmëruar prindrit: "Kushdo që vjen tek ju për të kërkuar vajzën tuaj dhe jeni të kënaqur me karakterin dhe fenë e tij, pranojeni ofertën e tij, se nëse nuk do të pranoni, do të ketë shkatërrime në tokë. Prindër, nuk keni të drejtë të thoni se e mohoj këtë njeri sepse është nga një shtet tjetër. Nuk keni të drejtë përderisa ai njeri ka këto 2 veçori dhe vajza juaj e pranon. Atëherë pranoheni dhe ju. Karakteri është pjesë e fesë. Por për çfarë arsye Muhamedi alayhis salam i ka cekur karakterin dhe fenë? Sepse disa do të mësojnë Kur'anin, por nuk do të punojnë sipas tij. Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Shumë njerëz do të lexojnë Kur'anin, por Kur'ani do t'i mallkojë sepse nuk punojnë sipas saj që gjendet në Kur'an." Për këtë arsye Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Më të mirët ndër ju janë ata që janë më të mirë me gratë e tyre, dhe unë jam më i miri për gratë e mia." Në hutbën e tij të lamtumirës, Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Silluni mirë me gratë." Një herë është pyetur Muhamedi alayhis salam: "Kush është personi më i dashur për ty?" Është përgjigjur Aisha radiallahu anha, një gruaja e tij. Nuk ka qenë i turpëruar për këtë. Pastaj është pyetur po nga burrat, baba i saj, Ebu Bekër radiallahu anhu: "Vëllezër, mos u turproni të thoni se e dua gruan time." Atë që e duam ka qenë i sinqert dhe ka thënë se është Aisha radiallahu anha. Karakteri ka shumë rëndësi në marrëveshjen e martesës. Ligjet dhe kushtet e martesës në Islam. Ka kushte dhe ligjet e martesës. Është obligim për ata që janë të aftë fizikisht dhe materialisht dhe që friksohen se do të kryejnë ndonjë mëkat. Nëse i keni këto karakteristika, atëherë është e obligueshme martesa për ju. Kushtet e martesës. Së pari, duhet që t'i jepet mehri gruas. Së dyti, pëlqimi për cilësit që është babai i vajzës. Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Nuk ka martesa pa pëlqimin e përcjellësit." Gjithashtu ka thënë që çdo grua që martohet pa pëlqimin e prindit, martesa nuk është e blefshme. Mund të thoni pse?
sepse Allahu ja ka dhënë të drejtën babait, sepse ai mund të pyes për këtë djalosh. Ajo mund të jetë shumë e dhënë pas tij dhe nuk do të pyesë edhe babain e saj. Kështu që Islami i ka dhënë të drejtën babait që të përkujdeset për të dhe të pyes. Mund të jetë gënjeshtar, të merret me drogë, hajdut dhe gjëra të tjera. Për këto, kjo është obligim dhe kusht për prindin. Gjithashtu, dhe pëlqimi i burrit dhe gruas. Babai nuk ka të drejtë që me forcë ta martojë të bien. Është një traditë që disa njerëz e kanë, por Islami është i pastër nga kjo. Në kohën e Muhamedit alayhis salam, një grua erdhi tek pejgamberi dhe i tha se babai e ka martuar pa pëlqimin e saj. Kështu që Muhamedi alayhis salam i dha asaj dy zgjedhje: mund të vazhdosh me këtë lidhje apo të kërkosh ndarje. Gjithashtu është e pëlqyer që të jepet dhuratë jo nënës apo babait, por gruas, ku në disa vende dhuratën e marrin prindrit. Muhamedi alayhis salam ka thënë: mehri më i mirë është ai që është i thjeshtë. Disa nga prindrit kërkojnë diçka që është e pamundur të arrihet nga një djalosh i ri. Keni frikë Allahun dhe mos kërkoni shumë. Dhe çfarë thyen besimin e një gruaje apo burri është kur nuk kanë partner. Të gjithë e dim se nëse jeton vetëm, e ndjen se diçka po të mungon në jetë. Kjo është mëshirë nga Allahu që na ka dhuruar bashkëshorte. Dhe kur të martoheni, publikojeni, informoni njerëzit. Si mundet burri ta fitojë dashurinë e gruas së tij? Së pari, mbani në mend se gruaja është person shumë i butë. Duhet që t'i afroheni në mënyrë të butë me të. Gruas i pëlqen që burri të jetë i drejtë me të, e të mos i te i kaloj normat. Gruas i pëlqen të dëgjoj fjalë të mira nga burri, duke falendëruar Allahun dhe duke i thënë se nuk mundem të jetoj pa ty. I jepini komplimentat të tilla. Gruas nuk i pëlqen kur i përmendni një grua tjetër. Gruas nuk i pëlqen kur burri e kërcënon me shkurorzim. Nëse e thua këtë, do të shkurorzoj. Nëse e bën këtë, do të shkurorzoj. Mos ia thoni asnjëherë një gjë të tillë. Gjithashtu mos e përdorni dhunën në gruan tuaj. Muhamedi alayhis salam i ka mallkuar ata që i godasin gratë e tyre në fytyrë. Çfarë nuk i pëlqen gruas? Kur ajo vepron diçka dhe burri qesh me veprën e saj, për shembull, lexon diçka nga Kurani dhe burri ja kthen: e sheh se nuk di të lexosh, mos e bëni këtë. Dhe kurrë mos e turproni në praninë e të tjerëve. Mos e thuaj këtë apo atë në praninë të prindërve të tu. Keni frikë Allahun. Gruaja pëson disa ndryshime gjatë shtatëzënisë dhe lehonisë, kështu që sidhuni butë me të. Do t'i këshilloja motrat që mos të dilni dhe t'i tregoni motrave të tjera se si kaloni me burrin tuaj, e veçanërisht nënës tuaj, sepse nëna është shumë e ndjeshme. Po t'i thuash babai, do të thotë nuk është asgjë ajo. Unë i thoj atë njëjtat gjëra nënës tënde. Ktheu tek burri yt. Si mundet gruaja ta fitoj dashurinë e burrit? Së pari mos u sillni sikur të është i zënë në burg. I jepini hapësirë. Shumë nga motrat e bëjnë gjë të tillë. E lutim Allahun që t'i fal. Shumica prej tyre bëjnë pyetje: ku shkove, çfarë bëre? Kur do të kthehesh, me kë bisedove, a je i sigurt? Duhet që të ketë besim në mes burrit dhe gruas. I jepi hapësirë. Mos e pyet gjatë gjithë kohës ku je dhe ku po shkon. Allahun e lutim të na shtojë dashurinë me bashkëshortet tona. Amin.